And last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet. Unë zotova se do ta rikthejmë lirinë dhe leadershipin amerikan dhe do t'i bëjmë Shtetet e Bashkuara kryeqytetin e kriptomonedhave në botë, dhe kjo është ajo që kemi bërë. Strategic Bitcoin. Dikur kriptomonedhat ishin një mashtrim për presidentin Donald Trump, por me të rikthyer në shtëpinë e bardhë, qasja e tij ndryshoi. Ai e konkretizoi premtimin për ta bërë Amerikën kryeqytetin e kriptove përmes aktit Genius, një ligj federal që vendos për herë të parë një kuadër të qartë për stablecoinet, kriptomonedhat e lidhura me asete të qëndrueshme si dollari amerikan ose ari. Ato nuk janë si Bitcoin, kriptomonedha më e madhe në treg, por e konsideruar si e paqëndrueshme, por janë të projektuara për të ruajtur vlerën dhe për të përdorur gjërësisht në tregti. Akti Genius përfshin rregulla të reja të detajuara për emetuesit e stablecoineve, duke përfshirë raportim publik mujor mbi rezervat, si dhe pasqyrime financiare të audituara për kompanit që te i kalojnë 50 miliard dollar kapitalizim tregu. Dhoma e përfaqësuesve miratoi projektligjin me 308 vota pro dhe 122 kundër. The ayes are 308 and the nays are 122. The bill is passed. Nënshkrimi i këtij ligji përfaqëson një moment historik për industrinë e kriptomonedhave dhe një kthes në politikën financiare amerikane ndaj inovacionit digjital, por edhe për vetë kriptomonedhat. Pas miratimit të aktit Genius, tregu global i kriptomonedhave u rrit fuqishëm, duke arritur një vlerë rekord prej 4 trilion dollarësh. Kompani si Tether po përgatisin stablecoin të reja për të përshtatur me standardet ligjore amerikane. Përveç aktit Genius, dhoma e përfaqësuesve miratoi edhe 2 masa të tjera të rëndësishme për sektorin e kriptomonedhave. Akti Clarity, i cili synon të ofrojë më shumë transparencë dhe qartësi rregullatore për asetet digjitale të tregtueshme. Akti Anti-CBDC, i cili ndalon Rezervën Federale të zhvillojë ose të ofrojë një monedë digjitale të bankës qendrore që mund të përdoret direkt nga individët për të mbrojtur privatësinë e qytetarëve. Trump e quajti këtë paketë ligjesh revolucionin më të madh në teknologjinë financiare që nga lindja e internetit. Number one, we don't know how safe. Por Barry Eichengreen, profesor i ekonomisë dhe shkencave politike në Universitetin Berkeley të Kalifornisë, thotë se akti do të sjellë kaos ekonomik. Vlera në rritje e kriptomonedhave, por i ngjall një nga tiparet më famkeqe të perëndimit të egër. Me nënshkrimin e aktit Genius nga presidenti i SBA-ve, Amerika së shpejti mund të shohë një ringjallje të tipareve të tjera të atij shekulli të trazuar, kur dështimet e bankave, falimentimet dhe paqëndrueshmëria financiare ndodhin gjithashtu rregullisht. Akti Genius do t'u jepte qindra, ndoshta edhe mijëra kompanive amerikane, mundësinë për të emetuar monedat e tyre. Imagjinoni Walmart duke emetuar një Walmart Coin, e gjithashtu edhe Amazon duke bërë të njëjtën gjë me Amazon Coin, duke anashkaluar sistemin bankar dhe rrjetet e kartave të kreditit. Administrata Trump argumenton se akti i gjenialitetit do të çonte vendin drejt një të ardhmeje moderne. Profesori i ekonomisë ka këtë kundër argument. Por ajo që duket se harrojnë është që Amerika ka patur një sistem bankar të ngjashëm me më shumë se 150 vjet më parë, dhe ky sistem shkaktoi kaos dhe rrënim financiar. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, ndau shqetësime të ngjashme duke theksuar kërcënimin e monedhave të qëndrueshme të denominuara në dollar amerikan për politikën monetare dhe autonominë evropiane. Prandaj ajo po nxit zhvillimin e një euroje digjitale. Të dhënat e anketave nga vendet të zgjedhura të Eurozonës
sugjerojnë se rreth 10% e familjeve zotërojnë kriptoasete, me rreth 14% që shprehin interes për blerje të ardhshme. Ndërsa zotërimet dhe vlerësimet e kriptoaseteve rriten, rreziku për investitorët nga korrigjimet e mpreta të çmimeve rritet dhe mund të reflektohet në të gjithë sistemin financiar. Në këtë kontekst, përshpejtimi i progresit drejt euros digjitale është një përparësi strategjike. Për te adresimit të disa prej rreziqeve që paraqesin monedhat stablecoin, një euro digjitale do të ndihmonte në mbrojtjen e sistemit financiar dhe monetar të Europës i bazuar në banka, jo vetëm që do të forconte autonominë strategjike të Europës, por do të siguronte gjithashtu një sistem pagesash me pakicë europiane, inovativ dhe elastik. Disa banka qendrore dhe institucione financiare në Evropë paralajmërojnë se përdorimi masiv i stablecoinëve të dominuara në dollar mund të sfidojnë sovranitetin monetar dhe të rrezikojnë stabilitetin financiar global. Bloomberg, në një analizë të saj, thotë se ardhmja e kriptomonedave mund të jetë si ajo e dinarit irakian. Dinari irakian ishte shumë përpara kohës së tij. Shumë vite përpara se të shpikej Bitcoin, tregtarët amerikanë u joshën nga narrativa ekonomike e bërë virale, sipas së cilës moneda irakiane ishte një bilet për të shtënë në dorë pasuritë përrallore të Saddam Huseinit pas rrëzimit të këtij të fundit nga pushteti. Ekonomistët dhe entet rregullatore i paralajmëruan se ky ishte një bast i rrezikshëm, gjithsesi lojtarët në treg paguan tarifat e larta për të zotëruar një monedë jo likuide, por për të cilën disa menduan se mund të bëjë më e vlefshmja në botë. Në fakt, ajo është vlerësua me 20% vetëm gjatë vitit 2020. Por pavarësisht qëndrimeve pro dhe kundër, tregu i kriptomonedave po merr formë në mbar botën. Shqipëria nuk bën përjashtim. Në Shqipëri është krijuar një rregullator para disa vitesh edhe për krijimin e Bitcoinit. Ekziston edhe ligji për sa i përket blerjes së kriptovalutave, por edhe tregtimit të tyre, që ata persona që bëhen pjesë e botës së kriptovalutave taksohen deri në 15%. Nëse vetë shteti do përdorte energjinë elektrike, mund të ishim një parajs për ndoshta Europën për krijimin e kriptovalutave. Është një treg paralel i matjes dhe transferimit vlerës që bëhet në mënyrë digjitale. Investimet në kriptomonedha kanë kapur shifrën e disa mijëra miliarda dollarëve sot. Sistemi bankar ka filluar që të jetë shumë i vëmendshëm. Qeveritë e shumë vendeve po përpunojnë një sistem ligjor që të eliminohen ato humbjet, vjedhjet, por të bërë legal si sistem. Në Shqipëri, prodhimi i kriptomonedave kërkon licencë, por deri më tani nuk ka të dhëna për subjekte të licencuara. Në vitin 2024, policia kreu disa operacione dhe arrestoi persona që merreshin ilegalisht me këtë aktivitet. Ekziston një ligj, ti mund ta bësh këtë gjë, vetëm me të vetmin detyrim që energjinë elektrike që do të shpenzosh, duhet të paguash detyrimin tek shteti. Nuk ka persona që merren më me gërmimin edhe krijimin e kriptovalutave, më shumë me tregtimin e saj edhe me transaksion. Ekspertët thonë se avantazhet e kriptovalutave të qëndrueshme janë të shumta, por paralajmërojnë edhe për rreziqet veçanërisht për malshtrimet. Avantazhet kryesore janë kostot e pakta të transaksioneve, si dhe koha shumë herë më e shpejtë e dërgimit të parave. Donald Trump, pas betimit të tij si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një nga njerëzit më të pasur në botë pas lançimit të kriptomonedës prej 43 miliard dollarësh. Donald Trump ka dalë me monedën e tij së fundmi, World Liberty Financial. Pasuria e tij u rrit me 500 milion dollar. Tregu i kriptovalutave është e ardhmja. Paraja që neve prekim sot, ndoshta nuk do jetë më ekzistente. Avantazhi kryesor i kriptove është komisioni shumë afër zeros, për shumë transferte që ti bën me vende të ndryshme të botës. Sa më shpejt e përqafohet si teknologji, aq më shumë brenda këtij tregu digital do jemi ne.
flitet për rreth 20-25.000 kriptomoneda që ekzistojnë në botë. 50-60% të vëllimit vazhdon të mbaj Bitcoini. Janë mbi 500-600 milion individ që e përdorin rregullisht. Disa vende ja kanë bërë kriptomonedën Bitcoinin si monedë kombëtare, si thua, ose të vetme. Natyrisht ka pas disa dështime të bujshme, ka pasur shumë skema mashtrimi që bëhen me kriptomoneda, që ato serviren për njerëz të pa informuar ose njerëz shumë ambicios, do thoja, përfitimet shpejta dhe të menjëhershme. Bëhet fjalë për qindra milion, ndoshta edhe miliarda dollar apo euro të humbura, të bllokuara, të zhdukura nga personat që kanë qenë pjesë e këtij sistemi. Ekspertët thonë se duhet një monitorim i rrezikshmeve pasi përmes kriptomonedhave mund të shmangen sistemet tradicionale fiskale dhe bankare. Jo harën për sistemet bankar, por një lloj sistemi paralel. Pagesat kriptomonedha mund të shmangin lehtësisht sistemin fiskal, mund të shmangin lehtësisht gjithë llojet e sanksioneve. Disa vende po përpunojnë ligje dhe rregulla shumë të forta, përpiqen që të sistemit përmirësohet, që gjurmëshmëria e tyre të jetë dhe më e qartë për të kuptuar se nga lëvizjen ka dhe një konkurrencë midis sistemit bankar tradicional me 20.000 apo 30.000 kriptomoneda që janë qarkullim, një pjesë e tyre janë akoma jo transparente. Kriptomonedat paraqesin gjithashtu një sfidë për luftën kundër pastrimit të parave. Përdorin kanalet e kriptomonedave për të mbuluar gjithë këto lloj transaksionesh që bëhen. Ky është dhe shqetësimi kryesor sot, sepse shumë aksione dhe veprime i shmangin këto gjëra nëpërmjet përdorimit të kriptomonedave. Minjerat e Bitcoin janë ndër konsumatorët më të mëdhenj të energjisë në botë, me një përdorim vjetor prej 90 deri në 150 terawatt, ekuivalent me konsumin e energjisë Argjentinës ose Suedisë. Në rajonet ku energjia është e kufizuar ose e subvencionuar, kjo mund të çojë në rritje të çmimit të energjisë për familjet dhe bizneset, ndërprerje të furnizimit dhe pasoja të rënda mjedisore. Shembulli i Kazakistanit në vitin 2021 tregoi se si një rrjet elektrik mund të shembet nën presionin e minjerave të kriptomonedave, duke i detyruar autoritetet ta ndërprisnin menjëherë këtë aktivitet dhe të miratonin rregullore të detajuara. Në mënyrë të ngjashme, reagimi publik në New York çoi në një moratorium 2 vjeçar për minjerat me karburant fosil. Minjera nuk konsumon vetëm energji, ajo konkuron me industri të tjera. Në disa rajone, prodhuesit kanë parë rritje të çmimeve të energjisë për shkak të minjerave të kriptomonedave. Kjo dinamik mund të përmbys fitimet ekonomike duke lënë jashtë loje industritë me më shumë vende pune dhe të orientuara nga eksporti. Ekspertët thonë se më e rëndësishme se teknologjia është besueshmëria. Sipas tyre, nëse qeveritë dhe bankat qendrore nuk përfshihen, kriptomonedat rrezikojnë të mbeten një treg i kufizuar dhe i pasigurt. E ardhmja e kriptomonedave mbetet kështu një pikpyetje e madhe për ekonominë botërore. Ligjet e reja të Donald Trump mund ta kthejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një lider të padiskutueshëm, por ato gjithashtu hapin rrugë për rreziqe të paparashikuara, që nga kaosi financiar e deri tek sfidimi i sovranitetit monetar të shteteve të tjera. Shqipëria është në hapat e saj të parë në këtë fushë dhe përballet me mundësinë për të qenë pjesë e këtij revolucioni digjital, por edhe me detyrimin për të krijuar një kuadër ligjor dhe rregullator të fortë. Nëse ky revolucion do të sjellë prosperitet apo krizë në botë, mbetet për tu parë.